Rikthehemi. Receta e parë ishte lasagna, që bëhet vetë, aq e thjeshtë edhe aq praktike. Gjatë kohës së publicitetit i kemi lënë të vazhdoj vlimi dhe normalisht ka avancuar goxha dhe pak minuta na kanë mbetur për të shtuar djathin. 3-4 minutë do të shtojmë djathin dhe do ta lëmë që të shkrijë komplet. Në rregull. Bukuri. Ndërkohë receta tjetër është hamburger. Hamburger me qofte pule. Do bëjmë sot hamburger me qofte pule, në fakt janë shumë të shijshme dhe të shëndetshme, të mira edhe për fëmijët në shtëpi. Kemi zgjedhur gjoks pule, që do të fillojmë menjëherë do të bëjmë brumin e qofteve, sepse qoftet normalisht do t'i bëjmë vetë. Do të presim gjoksin e pulës në copa, siç bëm me mishin për ta grirë te grirësja. Thika mirë po punon. Shumë mirë zonja, sa që parë me zore e preva në fakt, po e mprehu zonja Vjollca në publicitet edhe e ke bërë që të kemi kujdes shumë tani nga duart. Edhe qepën do ta vendosim në të njëjtën ngrirëse. Ja, kështu t'i presim në kubik të mdhenj. Dhe përsëri në ngrirësen me 2 tasa do të vendosim, do të bëjmë brumin e qofteve dhe do t'i hedhim këtu qepën, do të hedhim gjoksin e pulës, do të hedhim pak piper, edhe pak krip, edhe vezën. Ndërsa bukën e thekur do ta hedhim në fund fare për të rregulluar konsistencën. Do t'i hedhim edhe një vezë. Ja, kështu. Do t'i vendosim kapakun dhe do ta pulsojmë. Ta shojmë një herë. Është mirë. Mishi është goxha mirë, grirë. Mishi. Është edhe pak sasi, sepse kjo e ka ullë gjitha të volumin. Tani do t'i heqim thikën dhe të mos bëjmë pis tas tjetër, do ta përdorim në të njëjtin tas për të bërë gjithë përzierjen e brumit, ja kështu. 2 deri në 3 lugë gjelle nga kjo galeta, do ta shohim normalisht asnjëherë nuk është fikse, do ta shikoni me sy sepse varet nga veza, varet nga mishi. Sasi e varet nga shumë gjëra. Derisa të formohet, pra të lidhet mirë, që bëhet qoftja. Mirë, tash kjo receta gjeni nuk është se mund të vononim ne, për aq sa përdorim grirëse, do përdorim pajisje që na ndihmojnë, na e thjeshtojnë procesin. Shohim pak recetën me shkrim, se ja u bë qoftja, kaq thjesht. U bë, vetëm do t'i skuqim, do t'i bëjmë qoftet jenë si peta shuqe, si të hamburger dhe të mdhaja rrethore. Kështu që nuk vonojmë fare, nuk u munduam. Atëherë, vazhdojmë me recetën me shkrim. Qoftet, pikërisht ato që u përgatitën në këtë moment, te grirësja e re, që sollëm sot nga Interesante Albania. Keni 500 gram gjoks pule, një vezë, një qep e vogël, 2-3 lugë gjelle galet, krip dhe piper, sipas shijes. Mbushja e hamburgerit. Salca e preferuar që mund të jetë një kombinim i majonezës me ketchupin. Sallat jeshile, qofte pule do të jetë vendosja pra në brëndësit hamburgerit e qofteve që do të përgatisim, domate, kastravec turshi, qep, djath, dhe për hamburgerin do të përdorim simitet rrethore që ka edhe në markete, po mund të merrni fundja dhe një simite të furrës bukës, të mos fix për hamburger, po shijen e mirë do ta kemi duke i kombinuar të gjithë përbërësit. Tani, të hedhim që kështu vaj të përzier? Po, të përzier do të ishte shumë mirë. Të heqim... Kemi vendos në mes aty, diku sa të filloj të nxjerr. Po, është mjaftueshëm për të skuqur mirë qoftet. Konsistenca e brumit, do ta shikoni vetë edhe pjesën e siç duhet që të mos ngjisi normalisht edhe të bëhet brum kompakt. Mos jetë shumë i fortë. Jo shumë i fortë. Po pra. Tani do ta lëm pak sa të nxehet. Mos duhet më lart temperatura? Po mirë, Katerina, shtoj edhe pak, unë jam me doreza dhe s'dua ta prek shumë atë. Se ka me vaj duart.
Kemi përdorur vajin e ullirit Pema, është vaj ulliri nga jugu i Shqipërisë, floriri i jugut që na ofrohet nga natyra aq mirë ky produkt si një ilaç për shëndetin dhe vërtet nuk është thjesht për shihet mirë, por i bën shumë mirë organizmit vaj ullirit. Kur e kemi ama fiks vaj ulliri dhe të zgjedhur mirë, vaj ulliri të përpunuar me kujdes, me teknologjinë më të fundit në këtë rast, siç është nga Pema. Keni ekstrat virgjër, vaj ulliri të virgjër dhe gjithashtu ai atje është i pafiltruar që e pat në ekran, kemi dhe vajin e përzier. Ndërkohë, ndër produktet që ne do të përdorim sot nga Pema, do të jenë edhe kavanozët me turshi dhe në këtë rast do të jetë kastraveci turshia që do të na duhet. Me qënë se tek hamburgeri gjithmonë ajo jeva të shire mirë me aftësinë që kanë turshit. Ja dhe qoftet formohen, ja ku është, kavanozi me kastravecët turshi. Po e lexoja aty trangull e kanë shkruar, se faktikisht po, i themi dhe trangull. Unë shikoj është larg, kështu që. E po, shikoj çfarë kam bërë kontroll kohë dhe fundit. Isha okej me shikimin patyrësisht. Kam bërë dhe unë, po ata thonë s'ke gjë. Po s'ke gjë, po ti se shikon ndërsa. Nuk është to i kem bajt me hatër. Është ajo e mirë, këto shënjat e vogla nuk ka ç'të duhen. Por ja që duhet të shohim edhe aq larg. Po mund t'i hedhësh, po. Prit. Vaj duhet jetë gati. Po, është gati vaj. Tani do të hedhim. Zonja Vjosa e ka bërë këto sikur ato makineritë që bëjnë. Çfarë bëj? Bëjnë atë shtypjen e. Është orari që unë duhet të bëj diçka. Tani në një hamburger mund të vëm 1 ose 2. Shikojeni vetë nëse janë më të vogla për të plotësuar vendin. Tani unë djathin ta. Au, ta shtoj këtej? Hidhe dhe atë. Po, Katerina. Se ke bërë akoma. Shumë e mirë. Vëre këtu atë, se rregulloj unë, merr këtë. Po. Që ke gati. Ja, shtoj pak djathin. Të jetë në sipërfaqe. Po, hidhe gjithandej djathin. Kape. Me zonja Vjosa si i ke bërë këto qoftet. Si janë ca makineri që e shtypin qoftën, mishin dhe e bëjnë fix. Gjeni është okej? Po, shumë mirë. Hidhe atë gjithin, se si kemi edhe bechamel. Po, hidhe atë gjithë sasin. Edhe ulja temperaturën çik Katerina. Po, ulja tek minimalja edhe bëhet ajo. Bëri kapakun tani që të shkrit djath. Marr pak 1 letër. Dhe këtë me një po nxjerrim me këtë, se 2 vjen të vogla. Unë kisha vetëm 1 gjokë spule, por në recetë e keni për pak më shumë në fakt. Kështu që kur të bëni për të gjithë familjen. Aromë e mirë vjen nga të dyja, edhe nga qoftet. Dhe këto duke qenë se janë qofte petashuqe, do të pishen shpejt nga të dyja anët. Unë do të heq tani këto dorezat, se apo jo, njërën do heq. E heq të dyja. Ky është hamburger me qofte pule që e bëni vetë në shtëpi, që e shijoni sa herë të doni, dhe patjetër Të ke vënë përpara këtë apo këtë? Kam vënë në këtë. Duke qenë me fileton e pulës, këto qofte, të përgatitura te grirësja, kujtojmë që merrni atë vasketën e tik-tik edhe mjafton. Një vasket me gjokë pule për të bërë qofte pule shumë të shijshme dhe shumë të thjeshta siç e pat. Një qep, një vezë vital, pak krip, pak piper. Kaq më duket se hodhëm ne edhe u bën qoftet me një herë te grirësja. Dhe majdanoz, po duke qenë se kjo është një recetë më shumë edhe për fëmijët, mos ka fëmijë që nuk e han atë majdanozin, po edhe pse grirësja do ta grinte shumë imës, do dallohi. Është opsional majdanozi, mund t'ia shtoni po të doni dhe ndonjë hudhër, por unë e kam bërë një qofte bazike, e thjesht fare dhe me shumë proteinë sepse ka mishin e pulës. Ne do t'jemi në orën e 2 të programit me të ftuarit, ku do t'jetë Rigers Rusi për të dhënë këshillat e tij sot në këtë rast për heqjen e njollave të make-upit. Për të flasim për njollat në herë. Gjithashtu, më pas do t'jemi me Krisanti Kalojerin, është e premte dhe ndalemi në horoskop, në astrologji, për të bërë parashikimin e javës së ardhshme. Dhe siç thash edhe në titull, kemi hënën e plot të 12 majit në shenjën e Akrepit.
Kështu që do të shohim se cila do të jenë shenjat që do të preken nga kjo hënë e plot. Çfarë ndikimi do të ketë tek shenjat? Mirë. Ndërkohë po shihja, po, më thuaj. Jam fal Katerina, ne do të vazhdojmë me këto të bëjmë gati për bërësit e mbushjes. Kemi sallatën jeshile që do ta vendosim siç është. Unë mendoj që të nxjerrim një dras tjetër. Nxjerrim një tjetër sa është me mish. Duke qenë se kemi me mishin e pulës, Po, mos i dhe përzijemi me duhet të që pagatuara, të kemi kujdes. Ja. U bën me një herë, as 5 minuta u poqën në mënyrë siç duhet. Pëlqyeshëm. Po shija faqen zyrtare të Giro d'Italia, me qënë se është aktiviteti që po realizohet këtu në Shqipëri. Kanë nisur sot në Durrës këtë garë të ditës së sotme. Ishin aktualisht duke shkuar në Elbasan, dhe më pas do të vinë pra në Tiranë. Janë gati 160 kilometra që po realizohet një aktivitet masiv i njohur, masivisht i njohur jo vetëm në Itali, po më gjërë e gjithë bota normalisht të Italisë, të Francës, janë në fokus këto aktivitete sportive. Dhe do të vazhdoj deri në mbërritjen e tyre në Tiranë, në Surrel, Sauk, këto janë zonat ku do të kalojnë sot. Megjithatë, ju e dini, do të ketë rrugë të bllokuara sot, nesër dhe pas nesër është aktivitet. Ndërkohë, edhe javën tjetër kemi rrugë të bllokuara në datat 15-16, duke qenë se mirëpresim summitin e Bashkimit Evropian. Na shkoi gjithë muaj maj me aktivitetet shumëta, se mos harrojmë që kemi dhe zgjedhjet në fundjavë, ditën e diel, ku keni dhe mundësin për të parë gjithë çka në kohë reale edhe nga televizioni Klan me transparencë të plot dhe tek zgjedhjet.tv-klan.al që është një platformë ku do të transmetohet gjithë çka në kohë reale, siç ju thash, me vërtetësi dhe transparencë për t'u informuar me të drejtë të gjithë qytetarët për këtë moment shumë të rëndësishëm siç janë zgjedhjet. Dhe normalisht të gjithë ne kemi të drejtën të dimë se si shkon procesi, si shkon numërimi dhe më pas të njihemi me rezultatet. Katerina, kemi Gati. Qoftet thuaj se janë bërë. Tani do të luajmë pjesën e poshtme, salsa e preferuar, cila është për të gjithë. Këto do të le të përzihen, s'ka problem. Këto të dyja japin një shije shumë të mirë. Por mund të përdorni salsën e gjithkujt të preferuar. Dhe mund të kishim përzierë ato bashk, por s'ka rëndësi dhe këtu ja. Ja, përzierë ke. Përzierë janë. Do të hedhim salsën. Do të hedhim një gjethe sallat jeshile. Kështu do ta thyej pak që të mos dali shumë, ja, në këtë mënyrë. Do të vendosim një qofte, e cila është e nxehtë sepse sa është skuqur dhe mbi të do të vendosim një fet djathtë. Dhe do ta shkri automatikisht. Do të vendosim domate dhe qep, tani mbushja kuptohet që është sipas preferencës. Kështu që keni parasysh çfarë duan fëmijët ose ju, çfarë keni qef. Do ta pres një fet të madhe siç është. Domaten. Ja, këtë nga brenda. Kështu. Shumë bukur. Dhe kastraveca turshi dhe qepën. Pas postoj pak. Tham pra do të kemi kavanozët pema. Tani nga qepa, jo të gjithë rrethin e qepës, por pak. Sa përshie. Ja, kaq mjafton për guston time. Dhe këtë e vendosim këtu, për të mbushur të tjerat më pas. Katerina, kur ishte me shtatzan me djalin, Tomate turshi. na i hargjon të kastraveca turshi, kisha neps. Tani t'i vëm këtë? Si? Do t'i vëm edhe mbylljen, po, do t'ja vendosim dhe atë sipër, dhe një nga ato kunja zonja Vjollca për ta I kisha bërë kapi kunjat, ja i ke dhe kunjat. Sa bukur duket. Tani, kush do mund ta ngrohi pak në tigan pa vaj fare, po që mendoj Ose se të është... tostierat, apo? Po, edhe të tostet, por është... Urdhra. Tani Për mua një është të super. bëj edhe këtë. Ta bëjmë edhe një tjetër. Po, ja të ndihmoj unë.
Atëherë, kjo ishte receta e dytë, e ilustruar e gjitha nga fillimi në fund dhe përgatitur në shtëpi nga duart tuaja. Do shohim edhe një herë recetën me shkrim teksa kompozojnë, mund të hedhim një sy edhe teksa po punon zonja Vjollca me Xhenin për recetën. Për qoftet 500 gram gjoks pule, një vezë, një qep të vogël, 2-3 lugë gjelle galet, krip dhe piper sipas shijes. Ndërkohë, mbushja është salca e preferuar ku kombinuan në këtë rast majoneza me ketchupin, sallatë jeshile, qofte pule, domate, kastravec turshi, qep, djath, do të bëri si mite rrethore që t'jetë tamam pra si një hamburger që kush nuk e pëlqen. Është shumë e mirë dhe ka elementin e domosdoshëm në këtë rast që po bëjnë gati zonja Vjollca me Xhenin, kastravecin turshi nga pema. Në fakt, mos e ketë kastravec një hamburger, unë nuk e konsumoj S'ka dot. kuptim, po. Po sepse ajo është Athësi, ajo tartira, krokanta, po. të gjitha i ka Qepën ja vure? Po, ja vendosa qepën, Shumë domaten, gjitha djathin, tani vetëm atë një kunjë të madh stikadent për ta... Edhe ju bëftë mirë. Ju lumshin duart. Tani mund të shoqëroni me patate, me çfarë të doni ju, ajo I është bëjmë në air fryer ato patate. Jemi akoma kështu të Akoma dhe më kujdesshëm. shëndetshëm. Dhe ato Dhe dalin qofte të shumë kemi të mira, këtu. tani nëse doni që të bëni akoma dhe më zgjedhje kështu dietike të shëndetshme, tek air fryer mund t'i Me që prisni kemi fetat hapur shumë të holla, Kush të të doj patates së këshillë, ëmbël. haj. Mua më pëlqejnë shumë ato me rigon dhe Me dalin rigon. si patatina në Po. shije. Unë Edhe nuk ha patatina, po ha Ha një patate gjë. të ëmbël që të Patate bën të ëmbël që është shumë e mirë. shumë mirë për shumë e shëndetin. shëndetshme. Dhe lazanja është Ja, gati. lazanjen. Do ta vendosim aty. E vendosim, nuk e di për këtë banakun, po besoj se... E duron zëcin ky banaku, zënë Po, Vjollca? këtu është gjithçka fjala e fundit. Zonja Vjollca. Tani, kjo lazanja, po po... Mos më sha banakun se Jo, unë këtu të pyet. është asë njëri si ka asë në shtëpi më mirë se këtu. Tani, kjo lazanja, shikoj që ka krijuar atë forcin, do me thënë është shumë mirë. Është piksur, pra, Po, e është tëra, piksur, edhe po. po ta lëvizësh, kjo është siç duhet të ishte. Më mirë se kaq, do të prishë. Ju lumshin Receta duart. sot, edhe lazanjes mund të hedhim majdanoz po të doni, por për mua është mirë ashtu. Është perfekt edhe me të djathtë. Jo, nuk do majdanoz lazanja. Ka raste E që lëm. dhe preferojnë, prandaj dhe unë se Ikse kam vendosur. pastroj unë. Se Këto kemi pra finon. ishin të dyja receta, do t'i gjeni në rrjetet sociale. Ishte Xheni sot me oferta dhe me receta shumë të mira. Faleminderit që ishe këtu. Faleminderit ju. Ne takohemi përsëri në vazhdim. Zonja Vjollca, faleminderit shumë për ditën e sotme. Suksese. Djathtë të bukur. Unë kam pushim. E premtja, po. Jam rehat. Ama të hënën fillojmë përsëri me recetat super të mira, siç sjellim çdo ditë këtu në Shije Shtëpie. Ju e dini, ora 9 është vend takimi ynë këtu. Nuk e ndrojmë, edhe marrim një dozë të mirë shijeje. Dhe energji pozitive që dhe unë Dhe sa herë besoj ju se ndjek e përcjellni goxha mirë nga ekrani. Është e Faleminderit. dukshme. Është e dukshme kjo, sepse u mbaron tava. Janë shumë të mira vërtet të gjitha Vërtet, gjërat që përgatiten. Faleminderit shumë. Ika. Bashkë më rupafshim. Faleminderit Pacim. Katerina, mirupafshim. E janë